Ngjarjet që ndodhen me 9 dhe 10 maj 2015 në lagjen e trimave në Kumanov përbëjnë një nga incidentet më serioze të sigurisë në historinë e fundit të Maqedonisë së Veriut. Përplasja armatosur ndërmes një grupi të armatosur dhe forcave të sigurisë maqedonase rezultoi në viktima nga të dy palët dhe ngjalli shqetësim të madh publik, politik dhe ndërkombëtar. Ky incident shërben si një pikë kyçe për të analizuar marrëdhëniet e brishta ndëretnike, sigurinë kombëtare dhe stabilitetin institucional në vend. Ngjarjet ndodhen në një periudhë tensioni politik të lartë, me akuza të ndërsjella për keqpërdorim të pushtetit, përgjigje ilegale dhe polarizim të thellë shoqëror. Marrëdhëniet ndëretnike ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve ishin të brishta, të ndikuara nga e kaluara e konfliktit të vitit 2001 dhe implementimi jo i plot i marrëveshjes së Ohrit. Grupi armatosur që u përfshi në përplasje në Kumanov përbëi kryesisht nga shtetas nga Kosova dhe Maqedonia, duke ngritur pikpyetje mbi motivat e tyre politike dhe etnike. Operacioni i forcave të sigurisë maqedonase filloi mëngjesin e 9 majit 2015 me synim neutralizimin e grupit armatosur që sipas autoriteteve kishte planifikuar sulme ndaj institucioneve shtetërore. Përplasja armatosur zgjati më shumë se 24 orë dhe rezultoi në vrasjen e 8 policëve dhe 10 anëtarëve të grupit armatosur, si dhe arrestimin e 10 të dyshuarve. Lagja pësoi dëme të mëdha materiale, ndërsa banorët civil përjetuan trauma serioze fizike dhe psikologjike. Ngjarjet u pasuan nga një valë reagimesh të ashpra. Shumë qytetarë shprehen mosbesimin ndaj versionit zyrtar, duke ngritur dyshime mbi vërtetësinë e motivit të grupit dhe qëllimet e vërteta të operacionit. U hodhën hipoteza për inskenim të ngjarjes nga qarqe të caktuara politike, për të devijuar vëmendjen nga krizat politike dhe për të prodhuar frikë dhe ndasi etnike. Faktori ndërkombëtar përfshir Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkoi hetim të plot, të pavarur dhe transparent, i cili kur nuk u bë. Ishte premtuar nga BDI, ky premtim u harua si të gjitha premtimet zgjedhore të partive. Indikative është pse askush prej partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut nuk këmbgul për hetim ndërkombëtar, për të kuptuar motivat e vërteta dhe rolin e secilit aktor të përfshirë. E paqartë është kush ka frikë nga e vërteta. Në vitet që pasuan, 10 persona u dënuan me burgim të përjetshëm ose dënime të gjata heqje lirie. Procesi gjyqësor u kritikua nga organizata për të drejtat e njerëzit për mungesë transparence dhe pretendime për torturë, presion ndaj të arrestuarve dhe mungesë të një hetimi të paanshëm mbi rrethana që çuan në përplasjen e armatosur. Ngjarjet në Kumanov thelluan ndasitë ndëretnike dhe polarizim të skajshëm politik. Për komunitetin shqiptar në vend, ato u panë si dëshmi e diskriminimit vazhdueshëm dhe shtypjes politike, ndërsa për maqedonasit u interpretuan si kërcënim i mundshëm ndaj integritetit të shtetit. Ngjarjet gjithashtu nënvizuan nevojën urgjente për reformë në sektorin e sigurisë, rritjen e kontrollit civil mbi shërbimet sekrete dhe forcimin e llogaridhënies në institucionet e drejtësisë. Deri sot, pak gjë është bërë për ngritjen e një sistemi funksional të kontrollit civil mbi shërbimet e inteligjencës. Me ndryshimet e ligjeve është forcuar kontrolli i deputetëve mbi shërbimet, por deri tani nuk është dëshmuar se ky sistem vërtet funksionon. Kumanova mbetet një kujtesë tragjike për nevojën e ndërtimit të një shteti për gjithë, ku siguria e qytetarëve të garantohet në mënyrë të barabartë dhe transparenca të jetë normë, jo përjashtim. Mësimet nga kjo ngjarje duhet të shërbejnë për të parandaluar radikalizimin, për të forcuar kontrollin demokratik mbi institucionet dhe për të ndërtuar besimin ndërmjet komuniteteve. Ky mësim jo vetëm që nuk është marrë, por partitë politike, veçanërisht ato maqedonase,
ende fitojnë zgjedhje me retorik antishqiptare. Ngjarjet në lagjen e Trimave ishin më shumë se sa një përleshje armatosur. Ato ishin një sinjal alarmi për dobësi strukturore të shtetit dhe për nevojën e një kontrate të rreshoqërore mbi bazën e barazisë, drejtësisë dhe transparencës. Pas bardhjen e plotë të së vërtetës, plagët do të mbeten të hapura dhe do të vazhdojnë të minojnë të ardhmen demokratike të vendit.